kur hapim katekismin e vogël të Martin Lutherit, me njëherë në dalim për para 10 urdhërimet. Dhe dojshtë të pësni, pse Lutheri fillon pikërisht këtu? Pse jo me besimin, me lutjen ose me darkën e Zotit? Lutheri fillon me ligjin, sepse ligjin e tregon realitetin. Ai në zbulon se kush është Perëndia. Ajo është i shenjtë, i drejtë dhe i mirë. Por ligji në zbulon edhe se kush jam unë. Unë nuk jam i shenjtë, i mirë ose i drejtë. Ai heq të gjitha maskat. Ai tregon mëkatet e mia, mangësitë e mia, egoizmin tim. Ligji nuk thot, ti je në rregull ashtu siç je. Ai thot, ti ke nevojë për ndihmë, ti ke nevojë për një shpëtimtar. Pa ligjin, ungjilli në të vërtetë nuk do të tingëllonte si ungjil. Nëse nuk e di që jam i semur, pse të shkoj te mjeku? Nëse nuk e di që jam i humbur, pse të shiroj një shpëtimtar? Ligji është si një pasqyrë, ai tregon pa pastërtinë, por nuk e pastron atë. Ai tregon nevojën për atë që mund të pastroje, Jezu Krishtin. Lutheri thotë se ligji është mënyra kryesore me të cilën Perëndia na drejton te Krishti. Ligji nuk na bën më të mirë në vetvete, por na bën të gatshëm për ungjillin. Kur e shohim se nuk mund t'i përmbushim urdhërimet ashtu siç duhet, atëherë Perëndia i hap zemrat tona për përmbushjen e përsosur të ligjit nga Krishti në vendin tonë. Prandaj, katekizmi fillon këtu me të vërtetën për ne, që të mund të dëgjojmë të vërtetën për Perëndinë. Së pari ligji, pastaj ungjilli. Së pari diagnoza, pastaj mjeku. Së pari pasqyra, pastaj falja. Në videon e ardhshme, do të hyjmë në vetë urdhërimet dhe do të fillojmë me të parin. Nuk do të kesh perëndi të tjerë përveç meje. Ejani me ne.